tani unë shikoj ca aty që kruanin për portale, kuptono, armik, e ndori kokën, Soros si se qëtoni, kuptono. Do me thënë, po bemi si partia socialiste, ore, thoi shqyqyr që ka mëndje ndryshe, të thoni shqyqyr që ka mëndje ndryshe, se këtu edhe djarë ka më përpara Artion Brahima si e ka ju, tha, përshëndetje për doktor Sali Berishën, që dhe thot, këtu janë të gjithë demokrat, more, këtu janë gjithë demokrat, mo që kanë në kockat aty, kanë vite, ore. Kurse ju tani, në qo se me ndonë ndryshe, je armiku im. Po, le më të këto janë peten verot që të janë komunistë, mo. Jini miro, në të thoni, bravo, kush është demokrat, i thot bravo, që doli, që japin mendimin ndryshe, se gjysma e atyre aty, duan të flasin si Saliani, dhe nuk flasin se kanë frikë. Ku se këti bravo i qoftë që frikë, thot mendimin ndryshe. Mendimin ndryshe. Nuk i pje t'jesh kundra, t'jesh armike. Po që kini këto mo. Po prandaj se cim neo. Ne jemi parti demokratike apo parti fashiste. Po shamë njëshin, jini armiq. Ne, nuk jeni demokrat juve. Ju që bëni kështu stil demokratik, qiuni. Nuk jeni demokrat juve. Ju jeni, do me këtono, këta njërës që i ben zerin ndryshe, ta besh armik, jo more. Zerin ndryshe e forcon parti, more. E forcon një koj di unë tani. Këtono, e ti thonë, në këtë prizëm, duhet i thuash bravo. Duhet i thuash bravo, sepse nuk ka vend në shishën e qumshit, dhe të zeradë ky, të pres të vdes Sali Berisha. Po ama thot, doktor, nuk po e se mirë kjo punë si do ben. Ja, mungesë e shpresës, thot ja. Po vazhdon a ju. Edhe thot me një, po kjo nuk do të thotë që a ju shanë mik. Edhe nuk të, me këto tani, po mjani më me këto i në pejminjo. Më keq, po mentalitet komunist kanë shumica. Njerëzit që janë shu, ne këto të ta që mentalitet komunist kanë për zotin e madh. Nuk kanë, do t'je shumë happy, si quhet, happy, i ikni ta që hajde, dhe në shurën.